Ato janë pa diskutim një nga çiftet më simpatike të Kopertinave, po flasim për Ramusha Haradinaj dhe bashkëshorten e tij Anita. Ramushi vijon të jetë aktiv në sporte të ndryshme, ndërsa Anita ushtrohet rregullisht në palestër. Bashkëshortja e ish-kryeministrit nuk e ka as pak kompleks të pranojë dashurinë e madhe që ka për burrin, por ajo, më shumë se të gjithë, di të dojë vetveten. Gjatë një interviste, ajo shpreh: "Motoja e jetës time sa herë që zgjohem në mëngjes është: vdeksha unë për veten time. Unë i dua njerëzit që kam për zemër, por mbi veten time nuk vë të tjerë." Gruaja e ish-kryeministit e Kosovës është përfshirë në një skenë skandaloze sherrri brenda një klubi nate, kur e ka marrë zvarr një vajzë që u afrua te tavolina e saj. Askush nuk u lejua të bëjë foto në këto momente dhe vajza pësoi disa dëmtime trupore. Më pas, ajo vendosi të tregojë se çka kishte ndodhur në atë klub mes asaj dhe Anitës. Në një postim në rrjetet sociale, ku postoi foto të shenjave në trup, ajo shkroi: "Isha në klub dhe po kaloja mirë, pasi kërceva po ngjitesha lart dhe pash se më kishin vrarë sandalet. Ula në një moment të një tavolinë që ishte e lirë dhe vetëm kur ndjej një dorë që më tërheq dhe më hedh zvarr nga shkallët poshtë. Unë nuk e dija se ajo ishte tavolina që kishte rezervuar Anita Haradinaj, por veprimi i saj ishte skandaloz. Po postoj këtë foto me shenja që më ka lënë. Më pas, mua më ka ndihmuar një shoqe të ngrihem." Shumë veta e kanë komentuar në këtë postim, duke thënë se Anita ka vepruar kështu sepse mund të jetë ndjerë xheloze se në tavolinën ku do ulej ajo dhe bashkëshorti, ajo gjeti një vajzë të panjohur. Ndërkohë, e pyetur për këtë rast, gruaja e Ramush Haradinaj ka reaguar duke thënë se është e vërtetë që ajo ka parë një vajzë që është rrëzuar, por ajo nuk e ka prekur asnjëherë me dorë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i vajzës, e cila postoi menjëherë pas kësaj deklarate duke thënë: "Është turp që ti gënjen, sepse ti e di shumë mirë se çfarë më bëre. Nëse ke karakter, pranoje atë që ndodhi dhe mos e moho."